Panteoni i bukurisë femërore të shekullit të 20 nxorri në pa disa gra të bukura që asnjë shekull pasardhës nuk ka për ta zbehur bukurinë e tyre. Ato janë bërë simboli i bukurisë femërore dhe emrat e tyre që ndrojnë më lart se bukuroshet e shpallura nëpër sallone bukurie dhe konkurse kombëtare dhe ndërkombëtare. Nuk ka pasur mashkull që i ka parë e të mos ketë ndërruar për gra të tilla si Ava Gardner, Grace Kelly, Elizabeth Taylor, Greta Garbo e tjerë. Por nga të gjitha gratë e bukura të botës në shekullin e 20, thuajse njëra ka qenë më e bukura, e cila nuk ishte aktore hollywoodiane, vajzë modelesh apo një grua publike e njohur nga gjithë bota. Ajo ishte një princesh dhe njëkohësisht një mbretëresh fanatike që do ta kishte për turp ta shpallin gruan më të bukur në botë. Emri i saj është Fawzia Fawzia Fawad Ali, ose e njohur ndryshe edhe si Fawzia Fuad Shirin. Princesh Fawzia ishte bija më e madhe e mbretit Fuad të Egjiptit, i pari mbret egjiptian i kohëve moderne. Ajo është e njohur edhe si motra më e madhe e fatkeshit mbretit Faruk, të cilin shqiptarët e kanë dëgjuar më të shumti pasi ai dha strehë mbretit Zog të Shqipërisë pas aratisjes së tij nga Shqipëria në prill të vitit 1939. Para se të flasim për Fawzian, le të hedhim dy fjalë për familjen e saj mbretërore dhe origjinën e tyre të pamohueshme shqiptare. Tashmë është e njohur që familja mbretërore egjiptiane ishte një familje shqiptare e mbetur atje nga koha e themeluesit të Egjiptit modern nga generali shqiptar i madhi Mehmet Ali me origjinë nga Zëmblaku i Korçës, i dërguar në Egjipt nga sultani turk për të shtypur rebelimin Mamluk. Pas tërheqjes së ushtrisë së Napoleon Bonapartit, Mehmet Ali shkoi në Egjipt në vitin 1805 në krye të një ushtrie turke, të udhëhequr nga një bërtham ushtar shqiptar prej 6.000 trupash të përzgjedhur nga vetë Mehmet Ali. Ai nënshtroi Mamlukët me luftë e me dredhi dhe vendosi në Egjipt dinastinë e tij. Sundimi me Mehmet Ali, shqiptarit në Egjipt, pasqyrohet me hollësi sipas dokumenteve të shumta të lëna nga personalitetet të ndryshme botërore të asaj kohës. Fawzia do të lindte nga martesa e dytë e sultanit, më vonë mbret të Egjiptit, Fuati i parë me Nazlie Sabri, siç e tha më lart, në pallatin mbretëror Ras Al Kine në Aleksandri, dhe që vajza më e madhe e Fuatit. Fawzia ishte mbes nga nëna e Sulejman Pashës, ish oficer i lartë i Napoleon Bonapartit, i kondërtuar në fenë islame dhe i inkuadruar në ushtrinë egjiptiane. Tre motrat e tjera të saj ishin Fawzia, Faika dhe Fatia, e holl, e bukur, me një figurë elegante të paparë ndonjëherë, pleksur tër magji e bukuri femërore. Vëllai vetëm i saj ishte Faruku. Ajo pati dhe 2 gjysmë vëllezër nga martesa e parë e mbretit Fuat me princeshën Shivkiar Kanun Efendi, me të cilën ajo nuk pati marrëdhënie. Kjo është që pak a shumë historia e familjes së Fawzies. Kjo grua është përshkruar në të shumtën e rasteve si një bukuri shokuese, si shkatruese zemrash, si princesha më e bukur e botës, si gruaja që rrëzon me një shikim. Disa gazeta të kohës e cilësuan gruan më të bukur në botë. Në atë kohë në Amerikë flitej për të, sikur që ylli i Hollywoodit. Fotografi i mbretërisë kinematografike Sir Cecil Bato do të shkruante këto fjalë për Fawzien. Në qoftë se Botticelli do të mishëronte në panelin e tij një Afrodit aziatike, Fawzia do të qenë subjekti i duhur. Vetëm pasqyrimi i shpirtit dhe i fytyrës së saj angjëllore prej perëndeshe do të na jepte në përjetësi një bukuri magjepsëse, të paparë ndonjëherë me sytë e saj blu dhe buzët e saj si tul qershie, nën kulorën e flokëve gështenj të errët, do ta bënte që burrat e tërë botës të humnin mendjen pas saj. Gazeta, revista të kohës do të shkruanin kështu për Fawzien: e holl, e bukur me një figurë elegante të paparë, pleksur tër magji e bukuri femërore se bashku me pasionin hyjnor të një shëmbulltyre marramëndse e shokuese, do të spikaste femra më ideale e tërë kohërave e që do të quhej Fawzie. Askush dhe asnjë mashkull s'mund t'i rezistonin dot asaj, jo që të ëmbël, përmbledhur vetëm në një femër që vezullonte në Kairo dhe që do të ndriçonte më shumë se dielli arab. Gazetat e Arabisë Aziz, Europës dhe Amerikës do ta shpallnin princesh Fawzien si Miss Botën e pakurorzuar. Reza Shah i Iranit
do të shikonte më shumë nga Fevzia se sa nga dielli persian. Faruku, vëllai i Fevziës, do të shikonte një shah në krah të tij, si kunat dhe përkrahës në trazirat anti-farukiane. Po ashtu, me këtë martesë do të rritej shumë edhe influenca e mbështetja për Farukun në lindjen e mesme. Ai mezi priste ta bënte shahun iranian kunatin e tij. Në atë kohë, perëndesha e bukurisë Fevzia ishte vetëm 17 vjeç, Fevzia, princeshe e Iranit. Në moshën 17 vjeçare ai u martua me Muhammad Reza Pahlavi, i cili lindi në vitin 1919 dhe vdiq në vitin 1980. Princi i kurorzuar i Iranit në Kairo në 16 mars 1939. Pas muajt të tyre të mjaltit, martesa u përsërit në Teheran. 2 vjet më vonë, i shoqi do të bëhej shah i Iranit, duke ndjekur vullnetin e tatit. Ky shah i ri nuk do të binte dhe aq në sy si shah i madh, por do të binte në sy si burri i gruas më të bukur në botë. Gazetarë të ndryshëm do të vërshonin në pallatin e saj për t'i bërë fotografi dhe për ta shpallur si Venusin e Azis. Një përshkrim i mahnitshëm i ka bërë edhe gazetari Cecil Bato. Martesa nuk qe e suksesshme, mbas lindjes së bijes së tyre të vetme, princeshës Shahnaz Pahlavi I, erdhi divorci. Fevzia nuk do t'ishte lumtur me shahun e Iranit, ajo shpesh bisedonte me të vëllan, se këta nuk janë si ne, këtu s'mund të durëhohet asgjë, bile dhe fryma. Letrat e saj do të binin në dorën e princesh Ashraf Pahlavi, e cila ishte vërtet një intrigante e madhe dhe që bënte ligjin në shtëpinë mbretërore. Familja mbretërore egjiptiane banonte në pallatin Abdin, që ishte një ndërtesë e tipit oriental nga jashtë, por nga brenda çdo gjë ishte oksidentale, ashtu siç ishte dhe mentaliteti i pjesëtarëve të shtëpisë. Në 28 mars 1949, në Kairo, princesh Fevzia do të rimartohej me kolonel Ismail Hussein Shirin Bey, një kushëri i largët i saj, me gjak shqiptar, i cili ishte ministër i luftës së Egjiptit. Ata patën 2 fëmijë, Nadian, lindur në vitin 1950, dhe Muhamedin, lindur 5 vite më pas. Tashmë emri i saj do të ishte princesh Fevzia Shirin, pas martesës së dytë në vitin 1949, dhe kështu do të njihet derisa të përmbysej dinastia e shqiptarëve në Egjipt në vitin 1952. Në këtë kohë, pas përmbysjes së mbretërimit të vëllait të saj Faruk, ata do të emëronin nipin e saj Fuadin e dytë si mbretë të Egjiptit, i cili së bashku me tërë pjesëtarët e tjerë të familjes mbretërore do të emigronin përgjithmonë në Zvicër. Në Itali, ish mbreti Faruk do të vritej në rrethana ende të panjohura dhe shumë misteriose, por që dyshimet sot shpihen në dorën e Enver Hoxhës, i cili mendohet të jetë hakmarr kundër tij, pasi mbreti Faruk ishte mbështetësi kryesor i mbretit Zog dhe i tërë kontingjenteve të shqiptarëve antikomunist që përgatiteshin në perëndim për të rrëzuar pushtetin e tij.